Mjeku jep urdhër, mos i lani asnjëherë këto ushqime. Që kur kemi qenë të vegjël, kemi mësuar se ushqimet duhet të lahen përpara se të konsumohen sepse në këtë mënyrë mbrojnë shëndetin tuaj. Uji largon të gjitha bakteret dhe mikrobet nga frutat tona të preferuara dhe në fund jemi më të sigurt nga viruset dhe sëmundjet. Në një bot plot me mikrobe është veçanërisht të mësosh se ka disa ushqime që nuk kërkojnë larje përpara konsumit. Larja e këtyre ushqimeve mund të bëhet më shumë dëm se sa dobi. Mishi i freskët, ndonë se mendoni se mishi i pulës ose lloji tjetër mishi duhet të lahet për të hequr bakteret që keni, ai mund të jetë një gabim. Në rastin e mishit të freskët, ai mund të bëjë më shumë dëme. Larja përhap bakterie në të gjithë kuzhinë, madje edhe në sipërfaqen e trupit tuaj. Departamenti Amerikan i Bujqësisë rekomandon të mos e lani mishin e freskët si pula, dele ose derri. Gjithashtu edhe vezët nuk duhet të lahen sipas Departamentit Amerikan të Bujqësisë.